Zbulohet skandali. Vučić kishte dërguar gruan e tij në Kenja për të penguar njohjen e Kosovës. Pavarësisht ofensivës diplomatike të Serbisë, ku ishte përfshirë edhe bashkëshortja e presidentit serb, Kenja ka njohur sot Kosovën shtet i pavarur. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka konfirmuar se Kenja ka njohur Kosovën si shtet pavarur dhe sovran, me një veprim të nënshkruar nga presidenti William Ruto. Kështu Kenja u bë shteti 105 antar i Kombeve të Bashkuara që njohu Kosovën, megjithatë duke pasur parasysh se Rusia dhe Kenja, dy antar të përhershëm të Këshillit Sigurimit të OKB-s, nuk e njohin Prishtinën, Kosova mbetet një vend jo antar e OKB-s. Njohja e Kosovës vjen disa muaj pasi Serbia nisi një ofensivë diplomatike për ta ndaluar atë. Në tetor të vitit 2024, Tamara Vučić, gruaja e presidentit serb Aleksandar Vučić, u dërgua në Nairobi si pjesë e një fushate diplomatike serbe. Vizita e saj nuk ishte e paralajmëruar paraprakisht, gjë që nxiti më tej spekullimet se qëllimi i udhëtimit ishte pikërisht lobimi kundër njohjes së Kosovës. Vučić më pas mori pjesë në bisedime edhe me kryeministrin kenjan Musalia Mudavadi dhe me ministrin e punëve të jashtme, ku theksi u vu në forcimin e marrëdhënieve dypalçe dhe në bashkëpunimin ekonomik nëpërmjet Serbisë dhe Kenjas. Gruaja e Vučić ka kërcyer me gradë vendase në Kenja përkundër këtyre përpjekjeve vendimi për njohjen e Kosovës, megjithatë u mor dhe Kenja u bë vendi fundit në një seri shtetesh që mbështesin pavarësinë e Kosovës.